Besimtarët ortodoks sot e festojnë festën më të madhe dhe më të lumtur, ringjallja e Krishtit, Pashkët. Për besimtarët kjo ditë është dita më e shenjtë duke uruar njëri tjetrin me fjalët Krishti u ringjall. Me të vërtetë u ringjall duke dhuruar vesë me ngjyrë të kuqe që e simbolizon gjakun e Krishtit në kryqin për shpëtimin e njerëzisë. Hirësia e tij Zotëri Stefane uroi festën të gjithë qytetarëve, duke e përmendur dhe tragjedinë në Koçan, për të cilën tha se e ka bashkuar të gjithë popullin në pikëllim dhe në lutje. Ne përcjellim me lutje të këtyre njerëzve të ri dhe në ndarjen e përkohshme me ta, asgjë tjetër nuk mund të na jepte forcë përveç ndarjes me ta me shpresë në ringjalljen. Në këtë moment kujtohemi edhe për ata që e sakrifikuan jetën e tyre për të shpëtuar sa më shumë jetë, përmes atyre u dërgua mesazhi enxullor për dashurinë ndaj të afërmëve. Mesazhe dhe urime për festën më të madhe dërguan edhe krerët e shtetit, partitë politike dhe organizatat. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, kryeministri Hristijan Mickovski, ministrat Aleksandr Nikolovski dhe Pançe Toshovski, bashkë me familjet e tyre festën e pritin në një nga kishat në Ohër. Në urimin e saj Siljanovska me mesazh. Vetë fakti që këtë vit të gjithë krishterët e festojnë festën e Pashkëve në të njëjtën datë, le të jetë mesazh për bashkim te ne, por edhe në mbar botën. Urim dërgoi edhe kryeministri Mickovski për paqe, dashuri dhe shpresë për të gjithë qytetarët. Drita e ringjalljes së Krishtit le të sjellë paqe, dashuri dhe shpresë për të gjithë. Të kremtojmë fitoren e jetës ndaj vdekjes me besë, gëzim dhe mirënjohje. Mesazhi për Pashkët është mesazh për shpresën dhe ripërtri, por edhe kujtesën për vlerat e përbashkëta, tha kryeparlamentari Afrim Gashi. Këto ditë të Pashkëve le të plotësohen me gëzim familjar, paqe, duke na nxitur të ballafaqohemi me të gjitha sfidat përmes së shembujve pozitiv dhe përkrahje të ndërsjellë. Urim dërgoi edhe koalicioni Vlen. Janë këto ditët e afrimit me njëri tjetrin, por edhe të besimit mes nesh, si festa e ringjalljes dhe ripërtrirjes. Pashkët janë simbol i sakrifikimit dhe i shpresës i fillimeve të reja. Kryetari opozitare LSDM Filipçe thirrri për respektim të ndërsjellë. Pashkët janë festa që na jep forcë dhe sjell shpresë për fillime të reja dhe më të mira për ballafaqim me sfidat. Festë të qetë dhe të begaturuan edhe nga BDI-ja. Pashkët janë simbol i shpresës, jetës dhe fitores në errësirës. Kjo është dita që na bashkon në dashuri, solidaritet dhe falje. Këtë vit Pashkët e festojnë në të njëjtën datë besimtarët ortodoks dhe katolik, gjë që nuk ndodh shpesh.